Pas rregullimit të oborrit në shtëpinë e Shëndetit e sidomos në objektin e maternitetit, këtyre ditëve është krijuar edhe një arterie shumë e rëndësishme për këmbësorët. Sipas kryetarit të komunës Ragmi Mustafa, ky trotuar do të jetë urlidhse në mes rrugës kryesore dhe asaj Mare Lonçar. Kemi nxjerrë një trotuar i cili do të lidh rrugët 15 Nëntori dhe Mare Lonçar. Një trotuar një lloj si kishte për skaj rrugës 15 Nëntori për nevojat të nxënësve të shkollës fillore Ibrahim Kelmendi dhe dy shkollave të mesme, që ndërkohë ka liruar trafikun e komunikacionit rrugor me automjete dhe doli një projekt shumë i parapolityer nga gjithë qytetarët. Ky do të jetë projekti tjetër i cili do të lidh rrugët dhe në këtë drejtim do të mund të frekventojnë si pacientët e shtëpisë Shëndetit, të maternitetit, njerëzit që i referohen shtëpisë kulturës, pikërisht televizionit dhe bibliotekës, për nxënësit e shkollave, për të rinj, të cilë për gjatë periudhës sezonës së verës, kur janë të koncentruar masë konsiderueshme nga ardhja prej bashkëdhëtarëve prej vendeve të Europës perëndimore dhe vende tjera. Mëtej, kryetari Mustafa shtoi se në të ardhmen do të hapen edhe trotuare tjera që do të ndërlidhen me rrugën 15 Nëntori, rrugë kjo më e frekuentuar nga qytetarët. Do të hapim dhe trotuare të tjera, të cilat do të lidhin rrugët ndërlidhëse që janë me rrugën 15 Nëntori, një ndër rrugët më të frekuentuara nga qytetarët për gjitha kohërat e vitit. Dhe në këtë drejtim është një projekt që nuk ka qenë i parapam me projektin e maternitetit dhe tani ndërmarrja Sula nga Raovica ka kontraktuar këtë punë në 340 metër katror sipërfaqe me 400.000 dinar kushtueshmërie dhe ndërkohë ka arritur që të ndërtoj një infrastrukturë shumë të mirë për frekventimin e qytetarëve këmbësorëve që gravitojnë në këto institucione që lidhen me këtë trotuar, madje dhe gjithë nxënësve të shkollave të cilët gravitojnë në drejtim të shtëpive të tyre ose prej shtëpive që shkojnë në drejtim të shkollës. Dhe me një siguri të madhe do të vazhdohet edhe më tutje një numër i konsiderueshëm mbase me kilometra trotuare për brenda qytetit për këtë vit do t'i bëjmë në mënyrë që të sigurojmë qytetarët gjatë frekventimit në rrugët e qytetit Preshev, duke i rregulluar trotuarët sipas standardeve më të mira të mundshme me pllaka betonit. Komuna e Preshevës përgjatë këtyre viteve ka investuar në rregullimin e të gjitha rrugëve në territorin e komunës së Preshevës. Ndërsa pas përfundimit të këtyre projekteve, edhe mëtej do të vazhdojë rregullimi i trotuareve që nënkupton sigurinë e këmbësorëve.